Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të nisur në fakt orët e para të mëngjesit me bombën e madhe Rogert Sterkaj. Siç duket, nga largimi i mbrëmshëm që Rogerti bëri nga televizioni Top Channel, domethënë ai u largua gjatë spektaklit, edhe pse në fakt Ledioni i tha që duhet të qëndrosh nga që është spektakël, por Rogerti si fillim e pranoi qëndrimin, por më pas iku, nga që u ndjej ofenduar që nuk e fitoi Big Brotherin. Rogerti nuk kishte pranuar që edhe të intervistohet nga Bledi nga trotuar, domethënë nga e diel, që nënkupton që Rogertin ndoshta, dhe jam i bindur me lëvizjet që po bën, domethënë nuk do ta kemi në post Big Brother 1 dhe post Big Brother 2. Tani, a ndjehet Rogerti i përdorur nga ana e produksionit? Unë mendoj që po, ndjehet i përdorur. Unë jam i vetmi gazetar që e kam thënë që Rogerti nuk do të përjashtohet në asnjë nga prajmet, por do të përjashtohet në finalen e madhe. Do të thënë në finale Rogerti do të jetë banori i parë për të cilin do të hapen ato dyer dhe do të del nga shtëpia, sepse mendoj që ishte e vetmja hakmarrje që produksioni ja bëri Rogertit. Të parin nga shtëpia e Big Brotherit e nxori pikërisht Rogertin dhe e nxori në një mënyrë të tmerrshme, saqë të gjithë banorët e tjerë i ndau nëpër dhoma vetëm e vetëm që Rogerti të mos të dilte nga vetja dhe të mos të godiste asnjërin nga banorët në fytyrë. Domethënë, kjo ishte arsyeja edhe pse produksioni i pozicionoi në dhoma të ndara. Por siç duket, inatet e Rogertit, mllefet e Rogertit tashmë të krijuara me produksionin, përpos momenteve të bukura që ai ka përzgjedhur që të kalon, nëse banorët e tjerë mbrëm festuan në festën e madhe që kishte ndërtuar vllau i madh brenda asaj shtëpie për të manifestuar këtë sukses të jashtëzakonshëm, domethënë ka qenë një Big Brother që ka thyer klikime, ka thyer shikueshmëri. Rogerti kishte përzgjedhur që të mos të ishte në atë ambient, të mos të festonte me banorët e tjerë, domethënë ky është Big Brother i parë realisht që banorët e kanë kaq personale lojën dhe që nuk lëshojnë pe në asnjë mënyrë, por të ishte në një lokal në qytetin e Tiranës së bashku me bashkëshorten e tij me Enxhin, me Livian. Domethënë Livia ka qenë pranë Rogertit si një mike e tij, ndërsa Juela ka qenë tek festa e televizionit Top Channel, domethënë nuk ka shkuar me Rogertin. Rogerti sot ka qenë jashtëzakonisht shumë aktiv në Instagramin e tij, siç duket Rogerti e ka marrë telefonin në dorë që në momentin e parë besoj që është ndeshur me realitetin, i ka parë të gjitha komentet, e ka parë veten e tij dhe në fakt do kisha dashur që të dëgjoj një koment, por Rogerti po lufton, po lufton. Ai ka nxjerrë një video që unë dua ta sjell tek ju dhe më pas do ta komentojmë. Do të thënë ai ka shkuar në Shkodër, por çfarë thot Rogerti? Dëgjoni. Të më thamë disa të më pynë Shkodër. Ja pra ku jam. Hajde. Ja pra, bomba në Shkodër. Hajde, baby. Ku jeni? Unë jam këtu, po ju. Ku jeni ju? Hajde. A keni? Të më thamë disa të më pynë Shkodër. Ja pra ku jam. Hajde. E pra të dashur miq që dëgjuat Rogertin, domethënë Rogerti vazhdon përsëri me të njëjtën energji, përsëri me të njëjtin entuziazëm, për ta çuar sfidën e tij të hapur tashmë brenda shtëpisë së Big Brotherit deri në fund. Ju e dini që banorët kur kanë patur zën ka kërcënime në thonjza, kanë kërcënuar njëri tjetrin edhe me faktin që ti nuk mund të shkelësh më në Shkodër. Domethënë ishte një kërcënim që u dha Rogertit brenda shtëpisë, por Rogerti siç duket këtë inatin e tij dëshiron që ta çon deri në fund dhe i shoqëruar nga vëllau i tij, domethënë në raport jashtë ka vazhduar në mënyrë të jashtëzakonshme bukur, shoqëruar nga vëllau i tij, Rogerti sonte ka vizituar qytetin e Shkodrës dhe ka pi kafen mes qytetit të Shkodrës për të çuar një selam, le ta themi kështu, kundërdrejt banorit i cili ja dha Rogertit këtë lloj kërcënimi.
Por Rogerti nuk e ka kaluar ditën kot, ai do me thënë ka vizituar një pompë benzine të një biznesmenit i cili ishte me mbiemër Sterkaj, për të treguar ndoshta edhe drejt televizionit Top Channel, duke marrë çmimin 10.000 euro në duar dhe ndoshta duke u qeshur me televizionin Top Channel që Rogerti këto 10.000 euro do t'i jepte bamirësi në këtë pompë benzine. Të paktën nuk kështu e lexova, ndoshta jam edhe gabim. Do të thënë Rogerti është duke ironizuar këtë produksion që jam i bindur sipas tij, do të thënë e përdorën, ja morën të gjitha klikimet, e mbajtën vetëm për të ngritur lojën brenda për t'ju dhënë një forcë banorëve dhe e nxorën nga shtëpia e Big Brotherit. Por e bukura e gjithë kësaj rruge, do me thënë ditën e sotme, për Rogertin ka qenë koha e ndarë me djalin e tij. Gjatë gjithë ditës, Rogerti sot nga informacionet të afërta, do me thënë me miqtë të tij, Rogerti sot ka qenë i shoqëruar me të birin, është munduar që ta çmallën veten për gjithë ato ditë brenda asaj shtëpie. Do me thënë për Rogertin nuk kishte qenë në pyetje fama, nuk kishte qenë në pyetje Instagrami, nuk kishte qenë në pyetje kontrata. Për Rogertin e vetmja gjë dhe e vetmja rrugë që ai mund të siguronte më fort lek dhe mund të bënte një pasuri ishin 100.000 eurot për t'i siguruar djalit të tij në të ardhmen për t'i fshirë gabimet që Rogerti ka bërë. Do të thënë Rogerti ka një lloj frike që siç duket e ndjek atë që ndoshta thot në një të ardhmen nuk jam dhe dua atij mbirit t'i siguroj 100.000 euro. Dhe nga ajo që unë arrita më edhe të kuptoj, do me thënë nga analiza ime, të gjitha në atë luftën Rogerti që e ka bërë, të gjitha në atë lojë Rogerti që e ka bërë në formë të gabuar, ka menduar që mua le të më shajnë masovikisht, mua le të më ofendojnë masovikisht, mua le të më poshtërojnë masovikisht, por unë dua që fëmijës tim, djalit tim, t'ia siguroj jetën dhe mendoj që Rogerti ishte në gjendje që të sakrifikonte gjithçka nga vetja, që vetëm të birit t'i jepte një mundësi për të patur një jetë më të mirë, domethënë për të dalur nga kjo lufta e madhe që Rogerti ka bërë në jetën e tij. Dhe kjo ishte arsyeja, mendoj unë, që Rogerti e luajti kaq pisët Big Brotherin e tij dhe përdori këtë natyrën që realisht ne nuk kemi mësuar që të shohim nëpër reality show. Domethënë nga ajo që unë arrita ta kuptoj, Rogerti nuk kishte asnjë lloj ndjesie, për shembull siç kanë banorët e tjerë që të rrisim Instagram, të krijojmë kontrata, të marrim reklama, do të thënë Rogerti nuk i kishte këto. Rogerti kishte vetëm 100.000 euro për të birin. Kjo ishte qëllimi që Rogerti dëshironte ta bën, por nuk e arriti këtë gjë, sepse unë e kam thënë gjithmonë dhe do vazhdoj ta them, do të thënë rruga e gabuar, përzgjedhja që Rogerti bëri, e bëri që Rogerti të krijojë një lloj urrëtie të pamëshirë tek publiku, por mendoj që tashmë Instagrami i tij është goxha i klikuar. Mendoj që Rogerti do të përzgjedhë një rubrik apo do të thënë një rrugtim tjetër për të siguruar këto parat, ndoshta edhe në një reality show tjetër, nuk i dihet, Big Brother VIP Kosova këtu është, ndoshta mund ta bën Karmën, siç e mori Big Brother VIP Albania Gjestin, ashtu mund të merr edhe Rogerti, nuk i dihet, do të thënë çdo gjë mund të ndodhë. Jetojmë në Tiranë. Ne do të takohemi sërish së bashku, vazhdoni të na ndiqni me subscribe.